Plazhi i Durrësit po i afrohet piku të sezonit turistik, ndërsa numri pushuesve shtohet nga dita në ditë. Bregdeti pret pushues vendas, por edhe turistë të huaj. Përgjatë vijës bregdetare funksionojnë si hapësira private me shërbime të organizuara, ashtu edhe plazhe publike, duke u ofruar qytetarëve mundësi të ndryshme për të kaluar ditët e nxehta të verës. Pushuesit shprehen përgjithsisht të kënaqur me kushtet që ofron plazhi i Durrësit, duke vlerësuar pastërtinë, shërbimet dhe atmosferën. Kam pothuajse 38 vite që vi këtu në plazhin e Durrësit, nuk e kam ndruar asnjëherë. Është nga plazhet që më pëlqen qetësia. Nga vjen? Unë vjen nga Tirana. Vjen çdo fundjavë? Çdo fundjavë. Kam rreth 4-5 ditë. Nga vini? Nga Gramshi. Qetësia ra të parë. Koha e freskët, qetësi. Çmimet mesatar, çka dhe sezonet u ka keq. Mirë. Megjithatë, ata evidentojnë edhe disa mangësi si nevoja për më shumë hapësira publike, përmirësimin e infrastrukturës në disa zona, shtimin e koshave të mbeturinave dhe tualete publike. Po jo të mira s'ka, për shembull banja jashtë s'ka. Vetëm me fjalë. Karikusa telefoni s'ka. Kishte pak përmirësime. Kishte banja jashtë, për shembull, kishte banja publike. Ka nevojë njerëzit bën makinë gjithë vend urinojnë në det. Sepse ajo nuk i përbalon dot, për shembull banja që ka ai brenda në hotel. Është pamundur. Operator turistik raporton rritje të vazhdueshme të numrit të vizitorëve krahasuar me javët e para të sezonit, ndërsa rezervimet pritet të arrijnë kulmin gjatë muajit korrik dhe gusht. Me temperaturat e larta dhe fluksin në rritje, plazhi i Durrësit vijon të mbetet destinacioni më i frekuentuar bregdetar në vend, duke konfirmuar edhe këtë sezon rëndësinë e tij për turizmin shqiptar.